A mendojnë që Partia Demokratike është me dobët pa Grida Dumën? Mendoj që Grida bënte një pjesë të madhe të komunikimit publik të partisë. Mendoj që ishte luftarake në pjesën që ajo bënte, sidomos të debateve televizive. A flet me Lulzim Bashën? Se mua më çon mesazhe çdo fundvit, mesazhurimi. Jo, nuk kam folur, ka shumë kohë që nuk kam folur, nuk kam biseduar. Për herë të fundit ndoshta ka qenë mbi 2 vite më parë kur më ka ftuar për të shkuar në kuvendin e partisë që bën për prezantuar programin. A besoj edhe ti se plani me 5 pika i Lulzim Bashës do të nxjerrte vendin nga kriza? Tani, unë jam një nga personat që kemi kontribuar në këto plane me 3 pika, me 5 pika, me 7 pika. Mendoj që Partia Demokratike ka pas gjithmonë program më të mirë. Pastaj fakti a është me 3 pika, me 5 pika, 7 pika, kjo është çështje tjetër. Cila është politikania në radhët e PD-s që u ka frymëzuar? Politikane e femër. Secila në mënyrën e vet, nuk ndaj dot dikë se cili ka modelin e vet në politikë. Dhe unë po them njërën këtu tani, do thonë 10 tjera pse s'më tham hua. Po unë kam nisur si zëvendësministre e integrimit me Majlinda Brekun, që të them drejtën më ka dhënë mbështetjen e saj. Askush nuk është i përkryer në asnjë moment. Mund të kesh mosmarrveshje në punë, mund mos pëlqej diçka, njerëz jemi në fund ditës. Nuk i pëlqejmë dot gjithëve, po unë ato fillimet e mia kam marrë një mbështetje nga Majlinda. Kë zgjedh mes Sali Berishës dhe Lulzim Bashës? Unë kam zgjedhur Sali Berishën. E ke ndarë mendin? E kam ndarë. Me cilin kem më shumë muhabet nga PD-ja, me Gaz Bardhen apo me Belind Kılliçin? Me Gazmend Bardhen. Ish shoqet e klasës nga PS-ja, që për të cilat ke folur, nuk të kanë njohur ndonjëherë që të kalosh nga partia e tyre? S'kemi bërë asnjëherë biseda politike me to, edhe kur kemi bërë diçka e kemi bërë me shaka. Ato e din bindjen time, biles disa nga ato kanë qenë me PD-n në rini, jo shoqet, po edhe shokët. Dhe ndaj mendime të kundërta për shumë gjëra në politikë. Kur u blindua PD-ja, ishe brenda apo jashtë? Isha në shtëpi. Kishe ndonjë qëllimisht apo nuk dihet çfarë do ndodhte? Jo, nuk kishte lidhje se ndeta qëllimisht apo jo, por kur rifilloi puna në janar, unë erdha në parti, ne kishim një mbledhje, ishte data 3 janar, i pash dyert që ishin blinduar dhe në atë moment vendosa që unë nuk do isha pjesë.